e vlerëson edhe e respekton rezultatin zgjedhor që e kemi marrë me ndonë shkurt. E si e keni parë kryeministrin të tyre Kurti, duket e pash një paralajmërim për padi nga kryetari i LDK-s Abdi Xhiku, a është bërë ajo padi apo si shkon tutje? Po është në proces e sipër, është në hartim e sipër, besoj që është çështje ditësh kur edhe dorëzohet, për arsye që ne e kemi një situatë pa precedent në historinë jo vetëm të Kosovës, por në historinë moderne demokratike, ku ne qytetar i Kosovës para dite është deputet e mas dite është kryeministër. Kjo nuk lejohet me asnjë ligj, me asnjë traktat, domethënë nuk lejohet, edhe është e çuditshme dhe nuk ka ndodhur në historinë demokratike, për arsye që janë dy pozicione të cilat bin dash edhe kanë konflikt me njëra tjetrën jashtëzakonisht shumë. Ata e kanë një arsye të mguri, thonë që edhe në të kaluarën ka ndodhur kjo. Jo, nuk ka ndodhur në të kaluarën. Është për shembull rasti i LDK-s ku kryeministri i në atë kohë Abdullah Hoti nuk është betu për deputet derisa e ka dorëzuar detyrën te kryeministri Albin Kurti, pastaj ka shkuar dhe është betu si deputet. Kështu që kjo do të me u respektu. Ligje i cili e thot këtë është i propozum, i draftum, i votun prej lëvizjes së vendosjes. Kështu që këta përveç se po i shkelin ligjet e tjera, përveç që po i shkelin kushtetutën, këta po i shkelin edhe ligjet të cilat vet i kanë propozu, i kanë votu në kuvendin e Kosovës gjatë legjislaturës së kaluar. Si është gjendja në LDK? Në LDK gjendja është jashtëzakonisht e mirë. Ne kemi dalë me non shkurt si partia me rritjen më të madhe në Kosovë, ku prej 100.000 vota i kemi marrë 170.000 vota, që është një sukses për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tash jemi duke u përgatitur për çashtu që dim tash edhe disa muaj janë zgjedhjet lokale, jemi duke u përgatitur për fushatën e zgjedhjeve lokale. Në LDK është situata jashtëzakonisht e mirë brenda. Edhe pas atyre bisedave që i po në Viber më duket. Po, absolutisht, po ato biseda që kanë dalë në media, para se me dalë në media janë diskutu, fillimisht ndërgu në grupë, pastaj janë diskutu edhe në mbledhjen e kryesisë, domethënë është shtjerr debati i brendshëm. Mbledhja e kryesisë ka zgjatë mbi 5 orë, kështu që është diskutu secila prej tyne. A është ajo mbledhja Bertina Abdi Xhiku tha që është mbledhja më e gjatë që është mbajtur ndonjëherë në LDK? Po, në qatë mbledhje më të gjatë që është mbajtur në LDK është diskutu secila pjesë. Lidhja Demokratike e Kosovës është parti demokratike ku respektohet fjala e lirë, mendimi i lirë, mundet secili me mendu çka don, edhe ato njëjtat që i kanë po qytetarët janë diskutuar edhe brenda në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që jemi absolutisht në rregull, po vazhdojmë si një LDK kompakt, një grup parlamentar kompakt, edhe po vazhdojmë tutje. I përmendet zgjedhjet lokale Guri, po çka nëse para zgjedhjeve lokale do të përballemi zgjedhje të parakohshme parlamentare, meqense ato po përmenden vazhdimisht, sa herë po përfundon një seancë e cila nuk po zgjahet shumë fatkeqësisht, po dalin me deklarime që ose të ketë një zgjedhje sa i përket ngërçit në kuvend ose do të shkojmë në zgjedhje. Këta nuk po janë në gjendje me i bo votat për me votu kryetarin e kuvendit, nuk janë